jam që i këtë topin edhe u krye misioni. Dhe më thënë, taktika e Montellës nuk ka qenë e duhura, pasi të rgoj dhe rezultat. Ta shti kur e ki profilin e lojtarëve, të atil, ta shti e merë rrot, ti si trener paguash për atë punë, dhe me thonë që ti me analizu me atë profil, me bo sukses. Nuk mi afton kur hupën 2 ndeshje me dalë me thonë unë e kom dominu kundërshtarin për s'kena bo golla. Kuj na për interesojnë statistikat. Gjëna është për Turqisë, gjitha e përcjeli, gjitha e eufori, gjitha jo njerëzit jënë që natën e pare kam prit me gzim, do me thonë zhgënjet komplet një popull 80 milion. Apo kupton, të paktën me pas luftu pak ma tepër, deri dikun që ta kishin kaluar grupin edhe pak. Po është një zhgënjim total. Edhe tani, del treneri nuk e merë përgjithësim, për shembull, thot jo lojtarët i kanë fajt, po ti qëta lojtarë kënë të mirë kur të kvalifikun, që o botash. Po është nivelizu futbolle. Në kampionatin botnor mundesh... Apo, kush da për mund, kush da? Ka da? Në kampionatin botnor